Mirë se vini në këtë analizë. Sot do të zbulojmë së bashku se si giganti i baterive CATL po riformon rrjetin global të energjisë dhe po udhëheq rrugën drejt një të ardhmeje me zero emitime karboni. Pa humbur kohë, le të gjytemi menjëherë në të dhënat dhe strategjitë më të fundit që po transformojnë teknologjinë e rrujtjes së energjisë. Le të mendojmë pak. Kush qëndron në të vërtet pas revolucionit të makinave elektrike? Ekziston një mit mjaft i përhapur se vetë prodhuesit e automjeteve janë shtytësit e vetëm. E vërteta është se forca e vërtet lëvizëse vjen nga teknologjia që fshihet poshtë kafanos. Janë pikërisht prodhuesit e baterive, ata që po e bëjnë të mundur gjithë këtë magji. Për të kuptuar se si funksionon ky ekosistem, gjatë kësaj analize do të kalojmë shpejt në 5 pika kryesore. 1. Giganti i tregut të baterive. 2. Përmbysje që po sjellin ionet e natriumit. 3. Një marrëveshje historike e energjisë. 4. Udhërrëfyesi i baterive në gjendje të ngurtë. Dhe së fundmi, 5. Plani për një të ardhme me zero karbon. Fillohet nga pika e parë, giganti i tregut të baterive dhe status quo-ja aktuale. Shifrat flasin vetë dhe, të themi të drejtën, pamja është mbreslënse. Sipas të dhënave nga SNR Research për janarin dhe shkurtin e vitit 2026, CATL zotëron plot 42.1% të tregut global. Imagjinoni pak, është një dominim absolut në volumin e instalimeve. Për ta vënë në perspektivë këtë epërsi, mjafton të shohim se konkurrenti më i afërt, BYD, ndodhet në kuotën e 13.4%. Kalojmë te pika e dytë. Përmbysja nga ionet e natriumit dhe pse duhej patjetër të rishikohej kimia e baterive. E vërteta është se nevojitet urgjentisht një ndryshim drejtimi. Pse? Sepse ionet e litiumit kanë disa probleme serioze. Së pari, kemi luhatje të çmendura të kostos, të cilat kanë prekur majat deri në $22.300 për ton. Dhe së dyti, performanca e tyre bie drastikisht sapo nisi ftohti. Zgjidhja vjen nga ionet e natriumit. Bëhet fjalë për një material që është i lirë dhe gjendet kudo, s'ka nevojë për miniera komplekse, dhe më e rëndësishmja, ruan fuqinë e plot edhe në temperatura ekstreme si -30°C. Gjeniale, apo jo? Pra, si duket kjo teknologji në jetën reale? Këtu hyn në lojë platforma e re Tektrans 2 e Citial. Kemi të bëjmë me bateri me kapacitet 45 kWh, të dizajnuara fiks për mjete komerciale dhe furgona. Ajo që bie në sy këtu është aftësia për të mbajtur 90% të kapacitetit edhe kur jashtë bën -40°. Shtojeni kësaj një jetëgjatësi absurde prej mbi 10.000 cikle shkarikimi dhe bloqe që ndurrohen sa hape mbyll syt. Ky është vërtet një shpëtim për logjistikën komerciale gjatë dimrave të ashpër. Pika e tretë. Një marrëveshje historike e energjisë dhe komercializimi praktik i këtij inovacioni. Mbajeni mend mirë këtë numër: 60 gigawatt-orë. Ky është kapaciteti kolosal i marrëveshjes për bateritë me ione natriumi, firmosur me kompaninë integruese Hyperstrong. Për ta kuptuar më mirë shkallën e kësaj marrëveshjeje, 60 gigawatt-orë janë të barabarta me gjysmën e vëllimit total të baterive të ruajtjes së energjisë, që vetë KTL dërgoi për gjatë gjithë vitit 2025. Ky është kalimi i shumë pritur, nga eksperimentet laboratorike drejt për drejt në zbatim masiv. Kjo është një marrëveshje 3 vjeçare. Dhe performanca është mbreslënëse. Qelizat kalojnë 15.000 cikle duke ruajtur 80% të kapacitetit dhe punojnë pa u sforcuar nga -40 deri në +70°. Por, dhe kjo është ajo që ndryshon rregullat e lojës në inxhinjeri, këto qeliza kanë eksaktësisht të njëjtat dimensione si produktet e vjetra të litiumit. Kjo do të thotë se eliminohet plotësisht nevoja për ndërtimin e një infrastrukture të reinstalimi. Bateritë e reja thjesht futen zëvendësojnë të vjetrat në sistemet aktuale, duke kursyer kështu male me para dhe kohë. Pikërisht për këtë efikasitet, ekspertët po e quajnë këtë zbulim një moment DeepSeek për industrinë globale të baterive. Përmes kësaj metafore, ata duan të thonë se, ashtu siç u ulën në mënyrë drastike kostot e trajnimit në inteligjencën artificiale, ky përdorim masiv dhe i lirë i natriumit po përmirëson rrënjësisht dhe me shpejtësi të paprecedente ekonominë e rrjeteve të ruajtjes së energjisë. Kalojmë te pika e katërt, udhërrëfyesi baterive në gjendje të ngurtë, apo horizonti i radhës i inovacionet. Strategjia është planifikuar qartë, hap pas hapi. Viti 2026 shënon nisje në prodhimit në masë të baterive gjysmë të ngurta. Menjëherë më pas, në vitin 2027, fillon kalimi në prodhimin në shkallë të vogël për ato plotësisht të ngurta. Dhe objektivi përfundimtar, para vitit 2030, pritet aplikimi tyre komercial në shkallë të gjerë.
Kjo teknologji premton një rritje masive të energjisë pa komprometuar asnjë milimetër nga siguria. Por prisni pak, sepse ka një fakt vërtet të jashtëzakonshëm këtu. Është lançuar tashmë një bateri e fazës së kondensuar me një densitet energjie marramendës prej 500 watt-orë për kilogram. Dhe a e dini se ku është testuar me sukses? Në një avion elektrik 4 tonësh. Po, e dëgjuat mirë, teknologjia po del përtej makinave dhe po fuqizon hapur transportin ajror, duke sfiduar limitet e energjisë që njihnim deri më sot. Pika e 5 dhe e fundit, për shkallëzimi i një të ardhmeje me zero karbon dhe vizioni global. Tani, të jemi realist, çdo revolucion i këtij niveli kërkon burime të fuqishme financiare, dhe vendosja e aksioneve me vlerë mbi 39 miliard dollar të Hong Kongut tregon pikërisht këtë gatishmëri. Ky injektim marramendës kapitali bëhet me një qëllim thelbësor: të blindojë pozicionin e kompanisë në treg, të nxjisë kërkimin dhe të përshpejtojë maksimalisht planet globale për të arritur te zero emetimet e karbonit. Këto nuk janë thjesht fjalë në letër. Ky investim po sjell veprime konkrete. Asnjë nësie e karbonit në operacionet thelbësore po arrihet brenda vitit 2025. Si po bëhet kjo e mundur? Duke ushqyer të gjitha implantet kryesore të prodhimit me energji elektrike që është 100% e pastër, duke përdorur ekskluzivisht burime diellore, të erës dhe atyre ujore. Nëse i hedhim një sy të dhënave krahasuar me vitin 2022, progresi është thjesht i jashtëzakonshëm. Mund të shohim një rënje prej 28% në intensitetin e konsumit e energjisë dhe një ulje drastike prej plot 77% në intensitetin e emitimeve të karbonit. Dhe gjithë kjo nuk erdhi rastësisht, ishte rezultat i drejtpërdrejt i zbatimit të mbi 1000 projekteve të vogla dhe të mëdha për kursimin e energjisë. Megjithatë, udhëtimi nuk përfundon këtu. Synimi i madh, ai vërtet sfiduesi, është rruga drejt vitit 2035. Për të arritur asnjësinë absolute të karbonit në të gjithë zinxhirin e vlerës. Çfarë do të thotë kjo? Dekarbonizim total, që nga gërmimi në miniera nga qindra furnitor e deri te riciklimi i baterive të vjetra në fund të jetës së tyre. Për të arritur diçka të tillë, bashkëpunimi i pakushtëzuar i mbar industrisë është absolutisht i domosdoshëm. Tani që jemi në fund të kësaj analize, pyetja natyrshëm mbetet e hapur. Si do ta transformoj ky revolucion i dyfisht? Nga njëra anë me bateri natriumi tepër ekonomike për jetin dhe nga ana tjetër me teknologjinë e jashtëzakonshme në gjendje të ngurtë, të gjithë infrastrukturën tonë globale të energjisë për gjatë 10 viteve të ardhshme. Të dhënat na tregojnë një rrugë mjaft të qartë dhe ardhmja e energjisë sapo ka filluar të bëhet vërtet emocionuese. Mbetet vetëm të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë.